të dashur miq, përfaqësues të partive politike si motra, i dashur, miku i viteve 90 e gjerësot, kryetar i Këshillit Kombëtar, këshilltar për veprimin konservator pranë zëvendës presidentit J.D. Vance, Bob McHugh. Është nder i madh që je sot këtu midis nesh. I dashur Bob, 35 vite më parë përmbysëm një diktaturë. Diktaturën me orwellianet e Europës, zbashku. Tani do përmbysim diktaturën e Edvin Ballukut, diktaturën më të shëmtuar midis diktaturave autokratike. Është nder të përshtes pranin këtu të përfaqësuesit të neodemokracisë, parti mike, Xhanxhiakos, deputeti Xhanxhiakos, me lidhje të forta që nga takimi i parë në janarin e vitit 1991 me kryeministrin Konstantin Mitsotakis dhe vazhdojnë me të birin Çiriako Mitsotakis. Ne jemi krenar me bashkëpunimin dhe miqësinë me ju. I dashur zoti Kovaçki, përfaqësues i partisë mike VMRO DPMN, me një bashkëpunim kohëgjatë, të frutshëm, suksesshëm midis dy partive dhe dy vendeve tona. Ju falenderoj shumë për pranimin tuaj. I dashur Volkmar Klein, mik i çmuar i Partisë Demokratike, Demokracisë dhe Shqipërisë. Është nder i veçantë për ne të kemi një mik si ju. Ju falenderoj shumë për pranimin tuaj sot në këtë kuvend. I dashur Thomas, një mirënjohje të veçantë për ju, mik i ditëve të vështira, për ndihmesën të çmuar që i dhe Partisë Demokratike, për fjalën që thatë, por edhe për bashkëpunimin në dekada që Partia Demokratike ka patur me Bashkimin Kristian Demokrat Gjerman dhe Fondacionin Adenauer. Ne jemi shumë mirënjohës vendit tuaj, partisë dhe fondacionit. Të dashur delegate dhe delegatë, të ftuar, të pranishëm në këtë kuvend, secili nga ne në këtë moment në mënyrë eksklamative mund të shtroj pyetjen: çfarë rrugtimi, çfarë marathone jashtëzakonshme e marathonomakëve si ju? Më kujtohet sot kur hodhem hapat e parë në këtë mision 5 vite më parë në Kuvendin Kombëtar të 21-shit
kur i themeluam Partinë Demokratike. Unë e dija mirë se na priste se kishim një rrugë të vështirë, na pristin beteja të egra. Unë i jam mirë narkoshtetin që ishte instaluar në Shqipëri, por miq, në karrierën time politike dhe në jetë kam bërë gabime. Kam patur një avantazh të madh. Nga vitet e rinis gjersot, gjithnjë kam ruajtur të pa prekur bindjen se jashtë teorisë gabimit kërkush nuk del. Ndaj dhe gjithnjë jam përpjek të korrigjoj ato. Por duhet t'u them sot se në një gjë nuk kam gabuar kurrë. Dhe ajo çka unë nuk kam gabuar kurrë, nuk kam gabuar në besimin ndaj jush. Jo. Nuk kam vendosur kurrë në jetën time në dyshimin më të vogël. Besimin tek ju, karakterin tuaj të fortë, idealet tuaja, vendosmërinë tuaj, përkushtimin tuaj. Ndaj dhe nisëm së bashku një udhtim të vështirë në një moment kritik. Pasi dekada kishim bërë shumë përpjekje për të forcuar pluralizmin, për të konsoliduar demokracinë, kishim dha arritjet tona të mëdha, të pamohueshme. Erdhi një moment kur Edi Rama vendosi si moral, si platformë të regjimit ti, moralin dhe platformën dhe etërve të ti gjelat. Ndërmori sulmin për asgjësim në Partisë Demokratike, për shtrim në saj në pozitë fasad, për blerën e saj. For gaboj. Nuk është për treg kjo parti. Kjo parti është për moral. Kjo parti është për ideale. Kjo parti është për vlera. As nuk blihet, as nuk shitet, as nuk mposhtet kur. Ndaj dhe u ngritëm në një kohë kur dukej se edhe tokën, edhe qiellin e kishim kundër nesh. Po u ngritëm në atë kohë sepse ishim të pathyeshëm në besimin ton tek e vërteta. U ngritëm, ne imponuan, jo se deshëm, por midis të gjithave ne zgjodhëm të mbrojmë të vërtetën. Ndaj dhe ju uli sot këtu krenar, ju dhe çdo demokrat, krenar, sepse vini në këtë sallë dhe kudo që jeni, gardian të pluralizmit politik në Shqipëri, gardian të sovranitetit kopik shqiptar, gardian të pamposhtur të vlerave, të lirisë, të dignitetit njerëzor.
ko diktatori, i mbështetur fuqishëm nga mostra e njerëzimit, George Soros, bëri gjithë shka të eliminonte Partinë Demokratike. I mori vullen, i mori flamurin, i mori ja hoqi emri, i dha zero, i privoj gjitha financimet. Dhe kjo vetëm e vetëm, në mënyrë që ta ndrynë të atë në banes në harres historisë. E izoloj përkohësisht nga mbar bota, por ne në ligjin tonë, në themelor, që sa herëzohemi ngrihemi përsëri, vazhdu mbetejën tonë. Unë ngritëm në Shkodër. Shkodra, bastioni për jetë shumë mendimit lirë. U të merrua. Bastardi gjelatve, blokmenve hoxhist, mori logo, flamur dhe çdo gjë tjetër. Përsëri, 500.000 shqiptarë u rrjeshtuan prapa nesh. 500.000 shqiptarë shprehen besimin, njerëz të lirë, njerëz me dignitet, njerëz atletar, njerëz sovranist. E ky vazhdoj betejën, jo vetëm, po i mbështetur edhe nga mafia ndërkombëtare. Në vit elektoral arrestoi dhe ndoqi penalisht një lloj si Lukashenko i Bielorussisë, një lloj si Zajedi i Tunizisë, lider e partive kryesore opozitare. Mendoj se gjeti paqë. Por rrugën e shpresës ja shtruam në rrugën e tmerrit, dritarën e rrugës ja shtruam në projektor që ndërbonte çdo natë zëri ynë ushtoi në mbar Shqipërinë. Ne mbronim një kauzë të drejtë. Nuk ka kauzë në të madhe, në të drejtë, se kauza e pluralizmit për një kombë. Një kombë pa pluralizmin, sovranitetin e ka, pa pluralizmin e vërtet, do më thënë pa opozit, sovranitetin e ka të rrem. Nuk ka sovranitet, sepse i gjithë pushteti shkon të diktatori, dhe diktatorët kanë vetëm një qëllim, lëkurën e tyre, pasurinë e tyre. Pra, ne ishim në të drejtën tonë, përjetuam dhe një izolim të pashembull. Enver Hoxha zgjodhi vetë izolimin, kurse ne, Edi Rama dhe mafia ndërkombëtare pati një sukses të përkohshëm në izolimin tonë. Megjithatë pati miq të shmur, ju e pat, Elmar Brok, ju foli ju nga dritarja, miq të tjerë, të cilët nuk u pajtuan, dhe Partia Demokratike me shpejtësi rivendosi lidhjet me organizatat ndërkombëtare që u përkiste në 2 vjet nga forca më e izoluar e planetit. Ne ushtruam në forcën politike më të mbështetur ndonjëherë që ka patur Shqipëria ndonjëherë.
8 rezoluta nga organizatat më të mëdha partive politike ndërkombëtare. Partia Popullore, Bashkimi Ndërkombëtar i Demokracisë, Ndërkombëtarja e Qendrës Demokratike. Në të gjitha këto rezoluta mbështetej fuqishëm betejë jonë për liri dhe dinjitet, për vlera, për mbrojtje të pluralizmit. Vlerësohesh lart qëndrimi ynë. Në të gjitha këto rezoluta denoncohej narkodiktatori i Shqipërisë, një lloj si Zajedi i Tunisisë. Denoncohej farsa zgjedhore e tij. Denoncohej korrupsioni i papërmajtur dhe shpendur i qeverisë së tij. Për qëndrimin gjitha pushteteve në dur. Në të gjitha këto rezoluta ranë sirenat ndërkombëtare mbi regjimin e Tiranës. Ndaj edhe unë sot këtu para jush duhet shpreh një mirënjohje të pakufishme Partisë Popullore Europiane, presidentit Weber dhe sekretares përgjithshme Montserrat, Bashkimit Demokrat Ndërkombëtar, presidentit Stefan Haper dhe Tina Merec, sekretares përgjithshme. Internacionales Qendrës Djathtë, Demokratët të Qendrës, presidentit Postrana dhe sekretarit ekzekutiv i Sturizë. Të falenderojnë edhe miq tjerë. Të falenderojmë shumë Parlamenti Evropian, Komisionin e Jashtëm, kryetarin e tij, zotin McAllister, për misionin fakt mbledhës që solli në Shqipëri. Falenderoj miqtan, deputet, politikan, nga Italia, Gjermania, Kroacia, Greqia, vendet tjera, veçanërisht Suedia, Fondacionin Hermansson dhe presidentin Gustafsson, Instituti Republikan Amerikan dhe Instituti e Leadershipit. Ndihma e tyre ishte në ditë të vështira për ne ishte jashtëzakonshme. Por edhe ju e keni justifikuar plotësisht me dinjitet atë. Nuk do ndalem në këto zhvillimet shkuara. Këto na shërbejnë ne vetëm për të ditë se ku po shkojmë. Këto janë kapituj të mbyllur. Këto janë dëshmia asaj të një force politike që s'pranoj kur të dorëzohet e aq më pak të azjesohet. Të një force politike që qëndrojnë me çdo çmim për të mbrojtur pluralizmin politik. Ndaj dhe do ta mbyll këtë kapitull. Duke o thënë ju të gjithëve këtu, të gjithë demokratëve që janë sot këtu me ne, se të gjithë keni nga një emër të përveçëm, të gjithë keni ndonjë shkurtim redhatues, të gjithë keni nofkat familjare, por të gjithë keni një emër të përbashkët, dhe ky emër i përbashkët e farkëtuat vetë, të gjithë emri ju i përbashkët është të pamposhtur. Të pamposhtur.
Ndaj dhe ne në rrugën tonë patëm rrugë të gjatë, të mundimshme. Kur e nisëm, fitoria askund nuk vegonte në horizont. Po unë ju apju fjallën deri që kur nuk do të mirja përsi për të drejtoja ju, po të mos besoja tek fitoria. Jo. Dhe besimin tek fitoria buronte nga guximi juaj, buronte nga vendoshmëria juaj, buronte nga dhetaria juaj, nga dashuria juaj për këtë vend. Ndaj dhe për ta mbyll këtë kapitull, unë duhet për ule me ndërim para jush, për veprën tuaj, me ndërimin më të thellë dhe të shpërbindjen se këto që kaluam ne na kanë farktuar ne për një betejë tret fuqishme për të përmbysur ramadurën e Europës. Ne vim sot në këtë kuvend si forcë politike që përmbushëm një nga premtimet dhe detyrimet tona më kryesore, mbrojtja e votës. Në betejën tonë jemi përballë jo vetëm me mafjen më të rrezikshme të Europë, qeverinë mafio më të rrezikshme në Europë, por jemi përballë me mediat e saj të kontrolluara prej saj, të cilat 24 orë mbi 24 orë, një lloj si në diktatura totalitare, armikun e brendshëm demonizojnë opozitën. Një lloj me media të cilat fjalën e lirë e shtrojnë në mashtrim, fjalën e lirë e shtrojnë në trillim për të mbrojtur qeverinë. Për çka ajo i paguën me taksat e taks paguesve. Të vjedhura nga taks paguesit u përballen me kartel të drogës. Po 10-ra për jush në qytetet ku ato sundojnë, ku bëjnë ligjin, ishtë armiqë të tyre. Pra, i ka përcyem të gjitha këto. Sot, nuk jemi me forca politike që lufton në mbrojtje. Jo, sot jemi forca politike në kilometrin e fundit, në kilometrin që ecim drejt fitores. Në këtë kilometër të fundit të kësaj marathonet, ne kemi detyra shumë të rëndësishme, detyra dhe detyrime kapitale. Detyra jonë numër 1, që ja u kemi borxh demokratëve dhe shqiptarëve, është ripërtritja. I ka përsyr të gjitha barrikadat që na vunë përpara. E futëm në rreth të kuq narkodiktatorin,
Diku e thrasin Ramaduro, të tjerë e thrasin Edi Balluku, kurse ne do të largojmë atë me çdo çmim nga pushteti. Demokratë e demokrat, ja ku jemi këtu, tu themi shqiptarve, se për ne, njerëzit që adhurojnë kombit dhe flamurin e tij, për ne, flamurin kombëtar do mbetet në gjysmë shtiz, gjersa flamuri i votës lirë të shqiptarëve të valvitet krahti. Betejë jonë është betejë për flamur, është betejë për dinjitet kombëtar, është betejë për lirinë e shqiptarëve. Na edhe ripërtritja e partisë është dhe duhet jetë vepra jonë me mashtore. Duhet jetë vepra jonë për të ripërshtrinë nesër Shqipërinë. Duhet jetë vepra jonë për të krijuar shqiptarëve votën e për të rikthyer shqiptarëve votën e lirë. Ripërtritja e Partisë Demokratike pa kupton para zgjithash vizion, po ka program më madhështor se sa programi ynë. Ju garantoj se nuk ka. Nuk ka program më madhështor. Por ky program bombardohet çdo minutë, çdo orë nga mediat e qeverisë, të cilat përsërisin në sintoni se Partia Demokratike s'ka program. Kush nuk ka program? Partia e ëndrave të shqiptarëve. Si nuk ka program? Pa kthehemi prak mbrapsht. A nuk ishte ëndër antarësimi i Shqipërisë në Këshillin e Europës? Kush e bëri realitet? A nuk ishte ëndër? A nuk ishte ëndër rruga e kombit? Kush e bëri realitet? A nuk ishte ëndër heqja e vizave, arritja e jetës shqiptarëve? Kush e bëri realitet? A nuk ishte ëndër antarësimi i Shqipërisë në NATO? Kush e bëri realitet? A nuk ishte ëndër? A nuk ishin ëndër projektet më të mëdha energjetike të korave, tapi dhe kaskade e Devollit? Kush i bëri realitet? Kush e thot se demokratët nuk kanë program? E thonë ata të cilët nga mëngjesi gjërndark mbaj nison e partisë që ju rrëmbeu ëndrat shqiptarëve, e partisë që u shkelmon ëndrat shqiptarëve, e partisë që la Shqipërinë pa ëndër, partisë krimit. Ne jo. Ne me vizionin tonë do bëjmë që veprat që përmendëm më parë të duken të mesme në krahasim me ato tjerat. Por s'pari, do të japim përgjigje vendimtare varfrisë së skajshme në këtë vend të bekur. Vend me pasuri natyrore dhe pasuri të tjera më të mëdha se çdo vend tjetër për kilometrat që ka. Ndaj dhe rikthehemi tek ata të cilët numërojnë kafshatën, minimum jetik, 2 fishim dhe 3 fishim në pensioneve, me një objektiv. Unë nuk them se do të kapim Gjermaninë, se do të kapim Italinë apo Francën, por them
se do dalim në kryet rajonit për rroga dhe pensione, sepse kemi qenë, sepse ishim, ne ishim. Pra, vizioni ynë është shqiptarët me të pagurit. Dhe i gëjoj të gjithë punojësit, të gjithë rrogtarët në këtë vend, sa ata do paguhen më mirë se të gjithë të tjerë në këtë rajon. Siguroj voglushët e Shqipërisë që sot në këtë narkoregjim, në këtë diktaturë autoritare janë viktimat më të shumta e më të pafajshme. Se kujdesi i parë dhe më i madh do jetë për ta, dhe se me pagesat për fëmijët dhe minimum jetik, asnjë fëmijë nuk do të jetë i kërcënuar në Shqipëri. Jo. Jo dhe fëmijët, por nënat, merr fund gjysmë rroga me lejet e lindjes. Rrogë plot për të gjithë periudhën. Të rinjt shqiptar, Partia Demokratike me program në saj ka vetëm një qëllim, dhe në më kryesorët, ëndra e tyre të ndërtohet në Shqipëri. Por që ëndra e trive të ndërtohet në Shqipëri, ata duhet të kenë shkollim, duhen punësim, duhen strehim, duhen financime dhe kredi. Ne zotohemi për përparësi absolute në qëndrimin tonë ndaj tyre. Fermerët që tani braktisin masivisht fermat e tyre nga falimentimi, i garantoj se ata të cilët japin 20% prodhimit të këtij vendi dhe marrin vetëm 0,19%, sikur të ishin sklener të shekullit 17. Do të kenë mbështetjen dhe subvencionet e shtetit të nivelit më të lartë, 4-5 herë më të larta të nivelit më të lartë që ekzistojnë në rajon. Padyshim, ekonomia në vizionin tonë do të jetë themeli i programit. Miq, ne themeluam në Shqipëri ekonominë e tregut. Ne bëm shumë gjëra për lirinë e tregut, për konkurrencën e ndershme. Ne jemi forca politike e barrës fiskale më të ulët në Europë dhe do mbetemi të tillë. Ne do rikthejmë, ne do shkatrojmë ekonominë e drogës dhe do rivendosim ekonominë e lirë të tregut. Edi Rama, me lobistë e tij të korruptuar, përpiqet ta qortojë, se pse flasin për narkoekonomi, pse flasin për narkoshtet. Cili do shqiptari të ndershëm, cili do miku të Shqipërisë, i kërkoj njerëzisht të kontrolloj në cilin shtet në planet euro dhe dollari kanë thye qafen më shumë, kanë rënë për tokë më shumë. Mund të mendojnë se ajo është Kolumbia. Mund të mendojnë se është Peruja. Jo, apo Meksika. Jo. Shqipëria e Ramaduros ka një rënje 32% të euros dhe dollarit.
një goditje fatale e eksporteve, kurse Meksika e Sinaloas, këtë rënje e ka gjithsej 17%. Ogmandino, thot diku, shiqi sekretit është persistenca. Ne persistuam dhe u tham miqve partnerve tanë se Edi Rama zgjedhjet I ka shtruar në fars. Dhe ja u faktuam. Janë 2 libra me 2500 faqe. Me fakte, dokumenta, video që tregojnë shëmtinë e farsë elektorale në Shqipëri. Ne nuk tërhiqemi. Ne do u faktojmë miqve tanë se kjo është një narkodiktaturë, se ekonomia e Shqipërisë po shkatërrohet nga droga, se treguesi I ndërtimit 3 herë më I lartë se mesatari e Bashkimit Evropian është treguesi I kokainës, se kullat që shifnin Tiranë janë monumentet shëmtuara të kokainës dhe drogës. Pra, edhe këtë betejë do e fitojmë ne. Dhe këtë betejë nuk e bëjmë të për veten tonë. Jo. Këtë betejë e bëjmë për çdo qytetar të lirë të Europës dhe të botës. Po, Shqipëria është eksportues kryesor krimi. Është eksportues I parë I kanabisit. Shqiptarët e Edi Ramës, të lidhur me Edi Ramen, janë transportues kryesor të kokainës nga Europa, nga Amerika Latine në Europë. Ata kontrollojnë portën e Durrësit, kontrollojnë vendin, ata marrin vendime për gjithçka. Zero tolerancë. Me forcën e ligjit do ta shtypim krimin siç kemi provuar. Kudo që ndodhet, në Tiranë, në Shqipëri, në Ekuador, në Bolivi, në Kataran, në Britaninë e Madhe, në Gjermani dhe kudo. Këto banda, këta kriminel do t'japin llogari për krimin e shëmtuar që kryen ndaj Shqipërisë dhe kombeve tjera. A e kemi faktuar ne këtë? E kemi faktuar ne këtë. Ne, në qeverisjen e mëparshme, në 18 muaj, I vum para ligjit bandat më gjaksore. A I fati pret, djem thoshte një mik, një publicist I njohur Amerikan, me interesa shumë të veçanta në rajonin. Si do t'ja bëni? Si do t'ja bëj, thash? Po ta themi, thash. Në para 2005 e shpallëm si zotim kryesor zero tolerancë ndaj krimit. Dhe natyrisht gazetarët, qytetarët më pyesin, po mëse do I luftosh këto banda? Dhe unë u përgjigjesha me policinë. Dhe tani prap po të më pyesin me policinë, them prap. Atë kohë, do t'ja I thash mikut tim, 3-4 oficer të lartë policie më kërkuan takim. Më erdhën në zyrë dhe më thanë, zoti kryeministër, ne këtyre banditëve ju dalim përballë shumë mirë. Edhe nuk kemi përgjën e këta. Por kemi vetëm një kërkesë. Urdhëu, them unë. Kur ne ta nisim betejën, askush mos ta pengojë. Shikoni miq, se si linte politika. Jo, bashkë me banditët do shkojnë dhe politikanë që I kanë bërë ata të tillë. Po, shtëpia do pastrohet. Dhe unë fjallën pasi të pastrojnë policinë nga narkotrafikantët, do shifri ju se sa burra dhe gratë, trime dhe guximtar ka midis tyre.
që janë të gatshëm të bëjnë zap këta kriminalë kudo që janë, dhe kriminalët me kullaro që i frymëzojnë ata. Ripërtritja jonë është lufta kundër korrupsionit. Ne do bëjmë çdo gjë për zbatuar ligjin e konfliktit interesit që Edi Rama e ka përjashtuar. Do bëjmë gjithçka për transparencën. Miq, ku jemi sot? Ju jeni dëshmitar se 2005-2013 u ndërtuan 11.000 kilometra rrugë prej tyre, autostrada, tunele, superstrada e të tjerë. Temi sinqert, i ndërtohen kompanit më të mëdha të Europës dhe Shteteve të Bashkuara. Ato i ndërtuan. Po pse ndërtuan ato, mendoni ju se unë diskriminoja shqiptarët? Jo kur. Po sepse ato sillin oferta më të mira dhe garantonin. Dhe ky ishte interesi i qytetarëve shqiptarë. Shikoni rrugët e tyre, të ndërtuara 13 vjet më parë, dhe rrugët e Kashtë, Rama Ballukus, se si shembe njëra mas tjetrës. Nuk ka ndodhur ndonjëherë, nuk është imagjinuar ndonjëherë, që prokuroria të kërkojë heqjen e imunitetit të zyrtarit dhe kryeministrit ta mbrojë atë. Edi Rama mbron dosjen e tij. Edi Rama nuk mbron Lubin. Edi Rama nuk mbron lindat e tij se si ka përgjigje asnjë rast tjetër, po mbron krimet e tij. Tani duhet i them këtu. Ti mendon se i mbyllë dosjen, por ne ato dosje s'ti mbyllim kurrë. Jo, absolutisht kurrë. Tani, Edi Rama, betejë jonë do t'jetë ajo që s'ke pa ndonjëherë. Je kapur si plaçkit, si grabit, si votës. Je kapur si ajdut i pasurive publike dhe fondeve. Ke zero legitimitet, zero legitimitet, zero legitimitet. Ripërtritja sigurisht është vizion, por ripërtritja është modernitet. Ne nuk e duam ripërtritjen për vetën tonë. Ne e duam atë për të ripërtrit Shqipërinë. Ndaj edhe ne, nga ky kuvend vendosim të ripërtrim Partinë Demokratike, të ripërtrim, të modernizojmë Partinë Demokratike. Ta shtrojmë atë në partitë të gjitha praktikave, me të gjitha teknologjive më të mira. Shikoni miq, e pat avatari Skënderbeu. Çfarë më erdhi në mendje? Sigurisht që Skënderbeu të frymëzon më shumë se çdo gjë tjetër, se po ta marrim të herojin ton, të gjithë kombet kanë heroj. Po ky heroj ynë e ka një mesazh që nuk e ka asnjë komb tjetër. Mesazhi i tij është që edhe i vetëm mos u dorëzo, sa i fiton të betejat. Po e lam me njanë këtë. Ta lam me njanë. Tani rikthehemi te avatari, tek Skënderbeu avatar. Unë thot, kushtova $100, €100. Djela 4 milion. Shikoni miq, përdorimi të mërshëm i teknologjisë për të vjedhur këta nga Edi Rama dhe organizatat e tij kriminale. Jo, ne do përdorim teknologjinë për transparencën më maksimale.
do përdorin urtësinë artificiale, digitalizimin, blockchain, në mënyrë që t'jemi sa më afër qytetarit, në mënyrë që t'u përgjigjemi sa më shpejt, sa më sakt kërkesave të panumërta të qytetarëve dhe t'i japim fund sagës mundimeve të tyre që i detyron ata të largohen nga Shqipëria. Dhe edhe ne, atë që do bëjmë në Shqipëri nesër, do ta bëjmë sot në veten tonë. Do modernizojmë partinë tonë. Dhe ky është një kusht, po një kusht tjetër është organizimi. Partia Demokratike për të ripërthyer ka nevojë për një riorganizim të plotë. Instituti Republikan, dhe unë e falëroj me këtë rast drejtorin rajonal të këtij instituti me shumë mirënjohje, ka përgatitur një platformë të shkëlqyer të organizimit të Partisë Demokratike. Së bashku do ta jetësojmë atë platformë në çdo aspekt të saj. Partia Demokratike është partia e seksionit. Është partia e seksionit. Ndaj dhe ne rikthehemi tek seksioni për ripërtritjen e tij, për fuqizimin e tij, për armatosin e tij me mjetet më të fuqishme të teknologjisë bashkëkohore në mënyrë që të përmbush detyrat e tij. Në këtë ripërtritje dhe organizim, ne do bëjmë çdo gjë. Të hapim partinë drejt vlerave në gjitha nivelet. Por do bëjmë diçka tjetër shumë të rëndësishme. Duke njohur problemet tona, defektet tona. Ku janë? Ne duhet të ridimensionojmë me shpejtësi rolin e trive dhe grave në Partinë Demokratike. Të rinjt janë energjia, të rinjt janë forca, të rinjt janë gjithçka, gjëja më e çmuar për çdo forcë politike. Gratë janë shumica. Shumica jo vetëm numerike. Jo. E thash një ditë të një mbledhje. Do ta pranojmë. Do të pranojmë realitetin. Janë shumica intelektuale e kombit sot. Lexoni testin e Flintit. Ka 15 vite që ajkuja e tyre del me lartë se burrave. Po, çfarë do thot kjo? Kjo do thot se aty është një potencial i jashtëzakonshëm për të dhënë shërbim të shoqërisë. Dhe ne do të shohim pak si kemi punë. Që nga ky kuvend do të shënojmë kthesen. Do të ridimensionojmë rolin e grave, rolin e trive, dhe të vazhdojmë. Të ecim të sigurt drejt objektivave tona. Kilometri i fundit nuk është një kilometër i lehtë. Jo, se them që është i lehtë. Në marathon të gjithë e dinë se cila është peshja e kilometrit të fundit, por nuk ka kilometër më frymëzues se ai. Kur ke arrit aty, kur ke arrit kilometrin e fundit, bota duket e jotja. Ndaj dhe ne, në këtë kilometër, të nërmarim çdo vendim, çdo mas, për ripërtritjen e partisë. Miqtë e mi, Partia Demokratike ka qenë lokomotiv e proceseve integruese, edhe i numëruam shpar, cilat kanë qenë. Prap jemi, shiko çfarë arritëm ne. Ne, edhe nga izolimi, edhe mrapa, me dritën e të vërtetës në dur, dolem që
jo vetëm opinioni publik me media po dhe opinioni zyrtar ndërkombëtar të ketë një qasje realiste për Shqipërinë. Ai pati, ai lexuat raportet e Parlamentit Evropian dhe të Barit. Ato nuk kemi shkruajtur ne. Ato i miratoi gjithë spektrin evropian. Po ato janë çështje që i kemi ngritur ne. Ato janë çështje që i kemi mbrojtur ne. Edhe unë duhet të them këtu se ne qëndrojmë gardian, ne qëndrojmë të paposhtur në përpjekjen tonë për integrim në Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ylli polar është integrimi evropian i Shqipërisë. Por ky integrim, në të cili një peshë të veçantë të madhe ka faktorin gjeopolitik, dhe ne respektojmë, ajo është një realitet, është një faktor natyror. Ky integrim ne besojmë se duhet bazohet pas gjithash në merit. A kërkohet nga Shqipëria dhe vendet që duhen të integrohen kushte dhe kërkesa që cenojnë interesat e qytetarëve të këtyre vendeve? Absolutisht jo. Përkundrazi, kërkohen kushte dhe kërkesa që i bëjnë këta qytetarë më të lirë, sepse kërkohet të respektohen të drejtat e tyre, që i bëjnë këta qytetarë më të begatë, sepse kërkohet të respektohet liria ekonomike, të funksionojë ekonomia e tregut, të funksionojë ligji, respektohen drejtat e njeriut dhe minoritetet. Dhe jo me fjalë. Se po të pyesish këtu, unë i përshtes raportet që kërkojnë mbrojtje e drejtave të minoriteteve. I përshtes se absolutisht, ju thëm vetëm një moment, ju lutem, të gjithë do kthehi pak të shkojmë në Himar. Të shkojmë në Himar ditën para zgjedhjeve bashkiake. Cilat ishin zërat dhe pozat shtazore të Edi Rams për të denigruar në shkallë ekstreme Fred Bejlerin? A i mbani mend apo jo? Por nuk ka shqiptar që i pranon ato. A mund të pranohen ato? Ti mitosh kafsh për të denigruar një kandidat. Dhe ky, jo, ne i respektoj minoritat. Qa respekton, mor? Ti respekton vetëm xhepat tu dhe familjes dhe parat që vjen me familjen tënde dhe asgjë tjetër. Ndaj dhe ne do ta shtojmë në çështje, e kemi patur yll polar dhe ju garantoj se grupi parlamentar i Partisë Demokratike me përkushtim të madh do të ndërmarrë një seri nismash me të cilat do të çojnë në ligje të gjitha kërkesat e raporteve të Ibarit dhe Odirit në përputhje me interesat e opinionit publik shqiptar. Duhet përshtes deputetët e Partisë Demokratike për qëndrimet e tyre. Ju siguroj sa ata janë dhe do mbeten zëdhënës të shkëlqyer të interesave tuaja dhe qytetarëve shqiptarë në parlament. Të dashur miq,